Forcat më të mëdha të shenjës së akrepit sipas një astrologu, qoftë në formë adhurimi apo paralajmërimi, me siguri keni dëgjuar një ose dy gjëra për akrepët të lindur midis 23 tetorit dhe 22 nëntorit. Kjo shenjë uji me ndjesi të thella është ambicioze, intuitive dhe përkushtuar dhe nuk ka asnjë shenjë tjetër që të ketë një ajër kaq të fuqishëm misteri që funksionon në favor të tyre. Ndërsa disa njerëz mund të friksohen nga intensiteti i akrepit kozmik të mësuarit më shumë për pikat më të forta të shenjave të zodiakut, akrepit do t'ju ndihmojnë të vlerësoni anët e tyre më të buta. Akrepët janë një nga shenjat e ujit, kështu që pavarësisht nga pamja jashtme e tyre thumbuese, ata janë në fakt njerëz shumë të ndjeshëm dhe i ndjejnë emocionet e tyre thellë. Akrepat nuk kanë frikë nga temat tabu dhe janë gjithmonë të prirur për të eksploruar aspektet më misterioze të jetës, kështu që ata bëhen partner të mëdhenj të bisedës ekzistenciale dhe ruajtjes të fortë të sekreteve. Secila prej shenjave ka forca dhe vështirësi të veçanta dhe grafikët tanë të lindjes përfshin një përzierje të përsosur të secilës prej tyre. Këtu janë vetëm një pjesë e vogël e pikave më të forta të shenjës së akrepit. Janë shumë besnik, kanë një sens të gjashtë psikik, janë thellësisht të pasionuar, mund të mbajnë një sekret, nuk kanë frikë të bëhen të vërtet, punojnë shumë për qëllimet e tyre, janë gjithmonë autentik, shohin përtej sipërfaqes së gjërave.